Në një seancë maraton në sallën e Kuvendit të Shqipërisë që zgjati deri në orët e para të mëngjesit të së premtes, u vulos edhe paqja fiskale duke marrë dritë jeshile për zbatimin nga 1 janari 2026. Projektligji pas marrëveshjes së paqes fiskale mori një shumicë votash prej 75 pro dhe 20 kundër, ndërsa projektligji që përfshin fshirjen e detyrimeve tatimore dhe doganore u votua me 76 pro dhe 22 kundër. Edhe pse 10 amendime u paraqitën nga deputetët, ato u rrëzuan, përfshirë këtu edhe propozimin e socialistit Erion Braçe për deklarimin e burimit të parave dhe pronarit përfitues, i cili u kundërshtua nga një amendimi i paraqitur nga Tauland Balla, ndërsa opozitarët premtuan se do ta dërgojnë paqen fiskale në gjykatë kushtetuese. Mbyllet votimi. Amendamenti nuk miratohet, vazhdojmë me amendamentin e dytë. Të gjitha propozimet që janë bërë thellojnë këtë karakter duke ndarë shumë qartë projektligjin me mundësinë e shfrytëzimit të tij për të pastruar para. Dy amendimet e propozuara pikërisht për këtë nen, zoti kryetar, është ironike të mendosh që nga fshirja apo shuarit e detyrimeve mund të përfitojnë person apo persona të cilët kanë në pronësi dhe kompani tjera. Ky projektligj për marrëveshjen e paqes fiskale është thjesht një amnisti fiskale. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kërkova që ligji për marrëveshjen e paqes fiskale të tërhiqej nga rendi i ditës. Disa nga kolegët kanë bërë amendamente për të përpjekur për të kufizuar dëmet që ky ligj ka dhe që do të ketë në ekonomi. Por ne besojmë dhe gjykojmë që ligji është antikushtetues. I bëj thirrje presidentit, megjithëse dyshoj që ai ta dëgjoj, që të mos votoj, të mos dekretoj këtë ligj dhe nëse edhe kjo ndodh, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta çojë ligjin në gjykatën kushtetuese.